Shkrimi këtu shumë i bukur, mund shme zgjedhë këto farë lapsa. Në prani të kryetarit të komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, ambasadorit të Bullgarisë Dimitër Manqev, drejtoreshës së gjimnazit Gylaj Shipkovica, mësimdhënësve dhe nxënës, u bë përurimi i 8 tabelave të mençura. Ky është projekt i fituar nga gjimnazi fal ambasadës bullgare që kanë pranuar projektin ton dhe shkolla ka pasur nevojë për këto tabela Smart Board në vlerë prej 15.700 euro, duke bërë një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të procesit mësimor. Sot në gjimnazin Gjon Buzuku kemi përurimin e tabelave të mençura, donacion i përfituar nga ambasada bullgare me 8 tabela të mençura me vlerë prej 15.700 euro. Shkolla jonë shkon drejt digitalizimit të pajiset me tabelat të tjera të mençura. Tabelat të mençura janë ndihmes shumë e madhe, kryesisht për shkencat natyrore, sepse nxënësit shohin eksperimente të ndryshme direkt përmes ekraneve, përmes eksperimenteve të ndryshme dhe zhvillojnë shumë orë praktike përmes tabelave, përmes Smart Board. Kryetari Totaj fillimisht ka falenderuar ambasadorin për angazhimin dhe kontributin që ka dhënë, duke ditur se teknologjia mundëson avancimin në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies. Dhe ne e dim sa i rëndësishëm është arsimi për të ardhmën tonë dhe jam i sigurt që mësimdhënësit dhe nxënësit të shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë këto tabela. Me falenderuar ambasadorin për angazhimin e tyre dhe për kontributin që e kanë dhënë. Teknologjia faktikisht mundëson avancim në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies, edhe na e dim sa i rëndësishëm është arsimi për të ardhmen tonë, edhe në këtë kontekst kjo merr peshë specifike hala më të madhe. Jam shumë i sigurt që arsimtarët, profesorët dhe mësimdhënësit edhe nxënësat do të dinë me përdorë këtë teknologji, sepse jemi në kohën e IT-s të jetuar dhe nuk e besoj që ka problem. Veç që dëshiroj sukses në mësime, edhe gjimnazi gjithmonë ka qenë shembull, sidomos në udhëheqjen e drejtoreshës, edhe është krenaria e qytetit të Prizrenit për sa i përket shkollave të mesme edhe të ulta. Ambasadori i Bullgarisë Dimitër Manqev u shpreh se është mjaft i lumtur që gjendet në këtë shkollë dhe që të takojë kryetarin e komunës dhe drejtoreshën e shkollës dhe kur të takojë institucione shkollore, gjithmonë i bën pyetje vetes si është bota e të ardhmës dhe përgjigjja nuk është e vështirë. Bota e së ardhmës, e cila do të jetë botë juaja, do të jetë botë e zhvillimeve teknologjike. When I meet young people like you and when I visit school. Kur takoj me njerëz të rinj si ju, e kur takoj institucione shkollore, si kjo që jemi sot, gjithmonë e pyes veten, si është bota e të ardhmes. Përgjigjja e kësaj pyetje nuk është edhe aq e vështirë. Bota e të ardhmes, e cila do të jetë bota juaj, do jetë bota e zhvillimeve të pa precedent, të pa shembull, që sigurisht që kanë lidhje edhe me teknologjinë. Prandaj dhe arsimimi digjital ka një rëndësi të veçantë. Prandaj jam këtu sot që t'ju falenderoj edhe kryetarin, edhe drejtoreshën, edhe ju dhe gjithashtu që keni marrë në dorë të ardhmen tuaj dhe për të menduar për gjithçka që na pres. Elisa Qollaku, kryetare e Këshillit të Nxënësve të shkollës së Gjon Buzuku, tha se ne jemi falendërues se këto tabela të mençura na bëjnë mësimin shumë më efektiv. Sot jemi mbledhur këtu për me bë përurimin e Smart Boardeve në klasat tona me ardhjen e ambasadorit të Bullgarisë, gjë që jemi shumë falendërues për shkak se kjo ka bërë mësimin, procesin tonë mësimor shumë më efektiv. Derisa mësimdhënësi Kujtim Baraliu para të pranishmëve demonstroi se si duhet të përdoren këto tabela të mençura, këto klasa inteligjente do të mundësojnë mësimdhënien më atraktive, më bashkëkohore, duke formsuar kompetenca digjitale të nxënësve dhe mësimdhënësve, duke i përgatitur të rinjët për sfidat e së ardhmës, u shpreh drejtoresha Gylaj Shipkovica. Ky është projekti fituar, projekt të cilën e kam aplikuar në vitin e kaluar dhe falë ambasadës bullgare të cilët e pranuan projektin, domethënë e vlerësoj jashtëzakonisht një përkushtim, një njohje të madhe projektin të cilin kemi fituar për të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit të cilët e fituan. Në emër të gjimnazit Gjon Buzuku shpreh mirënjohje të thellë ambasadës bullgare dhe falënderime për mbështetjen e vazhdueshme për komunën e Prizrenit.